Dhe do të flasim tashmë për Albanian Brand, pra brand shqiptar, se përkthehet brand shqip në fakt se brendi shqiptar, por brand duhet ta ketë një përkthim shqip se duke qenë se marka shqiptare ose gjuhë shqiptare, në fjalë mark. Prodhime shqiptare, mund ta quajmë kështu, që kanë bërë sukses në botë apo jo, pra shqiptar të suksesshëm, të cilët jetojnë dhe operojnë jashtë vendeve të Shqipërisë, sepse të suksesshëm normalisht kemi edhe brenda kufive të Shqipërisë. Ideja ime ishte, duke qenë se jam dhe moderatore dhe autore e emisionit, ishte që të krijoja këtë lloj emisioni për të përçuar vlerat shqiptare të njerëzve të cilët ndoshta mund të jenë jo harruar, se ato janë të gjithë pothuajse shumica të famshëm, se ka dhe njerëz të suksesshëm që nuk janë të famshëm, dhe për këtë un kam dashur gjithmonë të bëj një mix, sepse jo vetëm VIP-t janë të suksesshëm, ka dhe njerëz të cilët kanë arritur shumë, por që nuk njihen gjërësisht. Pra kam bërë një ndarje midis atyre dhe personave të tjerë që janë VIP dhe jo VIP, por të gjithë të suksesshëm. Njerëz shqiptarë të cilët jetojnë jashtë për të dhënë mesazhe të tilla të tipit që se si mund të realizohesh dhe si ti mund të arrish jo vetëm në vendin tënd, por të arrish për te. Ato janë për mua maja e icebergut e personave që cilët ne duhet krenojmë, duhet të nderohemi me to. Ato jetojnë dhe operojnë jashtë, kanë çarë një tregti të vështirë, secili nëpër fusha të ndryshme të tipit nga kulinaria, biznesi, sporti, pra futboll për shembull, këngë, opera, balet e të tjerë. Ka nisur puntata e parë me Eno Peçin, i cili është primo balerini i teatrit të operës dhe baletit në Vjenë, dhe ne kemi shkuar specifikisht me stafin ton atje, kemi jetuar 2-3 ditë në Vjenë dhe kemi shkuar pas tij nëpër prova, nëpër sallë teatrash, kemi parë performanca live, kemi parë ECA-ket e tij nëpër rrugët e Vjenës, pra një mini dokumentar, le të themi, rreth personave të suksesshëm jashtë. Për shembull, është një personazh shumë interesant, më i mirë në jetën reale, se ne personazhet i mendojmë që janë të tillë në realitet. Më pas kam vazhduar me puntatën e dytë, e cila ka qenë Olen Cezari, të cilët i kam shkuar personalisht. Ne kishim planuar që të bënim jashtë, sepse gjithë puntatat pothuajse janë bërë jashtë, por në rastin tim bën një përjashtim sepse shkuam në Porto Palermo, në festivalin e tij të Porto Palermos, që e bën çdo vit dhe morëm një intervistë ekskluzive me të, shumë orë përpara nisjes së spektaklit. Intervistat janë kryesisht në aspektin personal, gjithmonë në rast se ato duan të prononcohen, dhe në aspektin e punës, vështirësive, dhe duke marrë ato detajet e vogla të tipit a kanë pasur për shembull sërkëmsha në përkëmb, a kanë qenë racist njerëzit ndaj tyre, që është një pyetje që është shumë e rëndom të brenda emisionit tim dhe shumë e vërtetë për të bërë ndaj tyre, sepse ato të gjithë pothuajse kanë kaluar. Jemi ne unë personalisht kam prekur pak pjesën që kur kam qenë modeling, dhe edhe aty pak herë që kam shkuar e kam hasur racizm. Imagjino ato që kanë jetuar atje dhe sa kanë vuajtur për këtë, dhe të gjithë kanë dalë mban. Puntata e tretë me Fundim Xhebalin, i cili është shefi i kulinarisë, dhe pastaj vazhdojmë me të katërtën, e cila është këtë të shtunë